Të nderuar teleshikues të FX Media Televizion, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ ku do t'ju ndjekemi me zhvillimet e fundit. Kuvendi i Shqipërisë ka ndërprerë punën për 55 ditë dhe do të rikthehet më 20 maj. Gjatë seancës së fundit, Partia Demokratike kërkoi ndryshimin e rendit të ditës dhe zgjedhjen e avokatit të popullit, por kjo nuk u miratua për shkak të mungesës së konsensusit. Në këtë sesion u miratuan dhe emrat e rinj të Këshillit Drejtues të RTS-s dhe u zgjoll kryetari i ri Fation Hoxhalli. Ndryshimet erdhën pas shkarkimit të anëtarëve të mëparshëm për shkelje gjatë konkursit për drejtorin e përgjithshëm të RTS-s. Kuvendi i Shqipërisë ka ndërprerë punën për 55 ditë duke vendosur të rikthehet në 20 maj, pas një sesioni të mbushur me diskutime dhe ndryshime të rëndësishme ligjore. Kryeparlamentarja Elisa Spiropali theksoi rëndësinë e dialogut politik për realizimin e synimeve të Shqipërisë për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Dhe mbyllja e negociatave teknike brenda vitit 2027 ka mbështetjen e institucioneve europiane një zëri. Gjatë kësaj legislature pothuajse ka përfunduar procesi i vettingut, i cili ka nxjerrë nga sistemi i drejtësisë rreth gjysmës së trupës së gjyqtarëve dhe prokurorëve. Përveç racionalitetit dhe impaktit në sistem, vettingu e bëri reformën drejtësi një referencë për konsolidimin e institucioneve të tjera demokratike në shoqërinë shqiptare. Ne duhet vijojmë të thellojmë dhe të garantojmë rritjen e vazhdueshme të integritetit të institucioneve të drejtësisë. Në seancën e fundit, Partia Demokratike kërkoi ndryshimin e rendit të ditës dhe propozoi zgjedhjen e avokatit të popullit, por kjo kërkesë nuk u miratua. Mungesa e konsensusit mes majorancës dhe opozitës bëri që ky proces të mbetet pezull deri pas zgjedhjeve të 11 majit. Në aspektin tjetër, kuvendi miratoi emrat e rinj të Këshillit Drejtues të RTS-s pas një dakordësie mes PS-s dhe PD-s. 10 anëtarët e rinj përfshin 5 përfaqësues të opozitës dhe 5 të majorancës, ndërkohë që u zgjodhi kryetari i ri i Këshillit, Fation Hoxhalli. Ky ndryshim erdhi pas shkarkimit të anëtarëve të mëparshëm të Këshillit për shkelje të procedurave të konkursit për drejtorin e përgjithshëm të RTS-s. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përfunduar procesin e renditjes të subjekteve zgjedhore në fletën e votimit për zgjedhjet e 11 majit. Koalicioni PD Aleanca për Shqipërinë Madhështore do të mbajë vendin e parë, ndërsa Partia Socialiste do të jetë e pesta. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka realizuar këtë të hënë shortin për të vendosur renditjen e subjekteve dhe koalicioneve që do të figurojnë në fletën e votimit për zgjedhjen e 11 majit. Pas këtij procesi, koalicioni PD-ja Aleanca për Shqipërinë Madhështore ka siguruar numrin 1 në fletën e votimit. E dyta do të jetë Lëvizje Bashkë udhëhequr nga pedagogu Arlind Qori, ndërsa vendi i tretë është i rezervuar Lëvizjes Adheu të Krishnik Osmanit. Numri 4 do të takojë koalicionit Euroatlantik të Lulzim Bashës, ndërsa Partia Socialiste do të mbajë numrin 5 në fletën e votimit. Pas Partisë Socialiste, koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet mban numrin 6 dhe ndjekur nga Aleanca Kombëtare Shqiptare të Elena Koçaqit, e cila do të ketë numrin 7. Në vend të tretë renditet Aleanca Demokracia e Re, ndërsa koalicioni Djathtas për Zhvillim i Enkeleda Libeaj dhe Dashamir Shehit merr numrin 9, një vend që në zgjedhjet e 2021-shit e mbante Partia Demokratike. Pjesa tjetër e fletës së votimit do të ketë në rend të mëtejshëm Partinë Mundësia e Agron Shehajt me numrin 10 dhe në fund do të renditet Partia Socialdemokrate e udhëhequr nga Tom Doshi me numrin 11. Fleta e votimit do të ketë gjithsej 11 subjekte politike që do të konkurrojnë për votat e qytetarëve në zgjedhjen e 11 majit. Kryesocialisti Edi Rama ka shpalosur objektivin për të siguruar 200.000 vota nga 246.000 emigrantët që janë regjistruar për të votuar në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Ky plan u bë ditur gjatë një takimi me kandidatët e mazhorancës për qarkun e Tiranës. Rama theksoi se votat diasporës mund të afrojë Partinë Socialiste me 1 milion vota. Kryesocialisti Edi Rama ka vendosur një objektiv ambicioz për zgjedhjet parlamentare të 11 maj duke synuar që të sigurojë 200.000 nga 246.000 emigrantë që janë regjistruar për të votuar. Ky plan i shpalosur nga Rama gjatë një takimi me kandidatët e mazhorancës për qarkun e Tiranës ka për qëllim të rrisë mbështetjen e Partisë Socialiste dhe të shtojë forcën e saj politike në zgjedhje. Brenda nesh e percepton duke harruar që në fund të ditës ne jemi këtu mishërimi i vullnetit të afro 800.000 shqiptarëve dhe shqiptarëve që me votën e diasporës mund të shkojnë afër 1 milion. Dhe është e pamundur të mos mendojmë edhe të mos përpiqemi që këtë forcë
t'ua vëmë dispozicion të gjithëve. Pavarësisht dallimeve që mund të kemi në tryezë kur flasim për pikpamjet tona lidhur me një çështje apo me një çështje tjetër, në fund ne duhet të jemi të gatshëm që Partinë Socialiste t'ia vënë dispozicion të gjithë atyre që duan të realizojnë dhe që ndajnë me ne qëllimet e mëdha. Në zgjedhjet e vitit 2021, pjesëmarrja e votuesve ishte e lartë me Partinë Socialiste që mori rreth 770.000 vota, ndërsa aleatja e saj, PSD-ja, mori rreth 30.000 vota të tjera. Pa ashtu Partia Demokratike fitoi 622.000 vota. Për të ruajtur këtë mbështetje dhe për të rritur objektivin e vendosur, Rama ka nevojë për të paktën 200.000 vota nga emigrantët, të cilët mund të ndikojnë në shpërndarjen e mandateve në kuvendin e ri, duke pasur një ndikim të mundshëm në deri 24 mandate. Ish kryeministri Sali Berisha ka dalë në prokurorinë e posaçme për zbatimin e masës detyrim paraqitje dhe ka akuzuar ministrin Ulsi Manja për vendosjen e përgjuesve në qelinë e kryebashkiakut Erion Veliaj. Po ashtu Berisha ka bërë publike përgjime që lidhin Taulant Ballën me bandat, duke pretenduar se ky i fundit ka kërkuar mbushjen e telefonit nga grupet kriminale. Ish kryeministri Sali Berisha u paraqit këtë të hënë në prokurorinë e posaçme në zbatim të masës detyrim paraqitje, ku u ndal në akuzat ndaj këtij institucioni për fshirë çështjen e krimit elektoral. Në daljen e tij nga SPAK, Berisha theksoi se ky institucion ishte një ndikim të madh në zhvillimin politik dhe social, ndërsa u shpreh pa kënaqur me procedurat që po ndiqen. Një nga akuzat më të forta të Berishës ishte ndaj ministrit të drejtësisë Ulsi Manja, të cilën e akuzoi për vendosjen e përgjuesve në qelinë e kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj. Erion Veliaj është regjistruar edhe duke folur në telefon fiks, edhe duke fjetur në shtratin e tij, edhe duke ulur në tovolinë. Ate e kishin mbushur me sa duket me çimka në të gjitha anët. Po, çdo i burgosur apo i para burgosur përsëri ka të drejtat e tij. Dhe përdorimi i kurtheve të vjetra, ti çosh uluziu për t'i dhënë siguri dhe pastaj të kryesh këto veprime, do të thotë që është kalon çdo lloj përmase. Është si në tragjeditë e vjetra. Në vijim, ish kryeministri publikoi përgjime të tjera, të cilat sipas tij përfshin emrin e ministrit të shtetit Taulant Balla. Ai akuzoi Ballën për marrëveshje me grupet kriminale për të siguruar kthimin e dosjeve nga SPAK në OFL. Sipas Berishës, Balla kishte kërkuar dhe mbushjen e telefonit nga bandat, duke synuar përfitime personale dhe politike. Këto akuza për Berishën ishin një dëshmi e lidhjeve të fshehta të qeverisë me krimin organizuar. Kryeministri Edi Rama dhe kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha kanë shkëmbyer replikat e ashpra mes video mesazheve, duke ironizuar njëri tjetrin për aktivitetet politike të muajve të fundit. Në një moment pasakont, kryeministri Edi Rama dhe kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha janë përfshirë një shkëmbim të ashpër mesazhes përmes videove. Rama e kishte ironizuar Bashën për heshtjen e tij politike dhe për mungesën e aktivitetit në skenën publike, ndërsa Basha ja ktheu me një përgjigje të fortë. Kreu i Demokratëve ju përgjigj Ramës duke i thënë: Ja me ku e ke lullin, me Orionja Pampurin, me Demokratët e Atlantik, në Lidem jemi. Takim për zgjedhjet, sot kam qenë Shkodër, dje në Tiranë me kandidatë tjerë. Ky mesazh shërbeu si kundër përgjigje ndaj ironisë që Rama kishte bërë ndaj tij. Përgjigja e Ramës ishte mbushur me sarkazëm dhe humor të hidhur. Po më lull, si mos pys për ty, na fave syt më zotni. Po si than, vdiq lulli, edhe mund se besova. Se e di që ti je i pavdekshëm. Stres zero, gjumi top, 77 po 42 e se lutopi. Kryeministri nuk e kurseu sarkazmën ndaj rikthimit të Bashës në politik. I madhje, po shqyr më lull, shqyr dhe bravo Oriolës edhe Euro-Atlantikve që s'kan lënë vetëm se misioni yt për të largu mu duhet vazhdoj. Në fund Rama e mbyll mesazhin me një ironi të thellë. Në trem se ti të fitosh prapë më lull. Po halal se meriton vetëm bëu i gjallë më burë. Bëu i gjallë, mos mundat është ti. Hajde vllai. Forca Demokratët Euro-Atlantik. Erdhi dita. Rama ik. Kjo përplasje ashpër midis dy liderëve politik tregon tensionet e vazhdueshme në skenën politike shqiptare, ku Basha dhe Rama vazhdojnë të konkurrojnë për mbështetje dhe dominim në zgjedhjet e ardhshme.
Pavarësisht fillimit të pranverës, rreshtet e dendura të Dëborës kanë mbuluar sërish aksin rrugor Bok-Theth, duke krijuar vështirësi në qarkullim. Ekipet e bërpastruesve po punojnë për hapjen e rrugës, ndërsa autoritetet u bëjnë thirrje drejtuesve të mjeteve që të përdorin zinxhir dhe të tregojnë kujdes të shtuar gjatë lëvizjes. Moti i paqëndrueshëm ka sjellë surpriza në zonat malore, duke ndikuar ndjeshëm në lëvizjen e qytetarëve. Pavarësisht fillimit të pranverës, rreshtet e dendura të Dëborës kanë mbuluar sërish aksin Bok-Theth, duke krijuar vështirësi në qarkullimin e mjeteve dhe duke vënë në provë infrastrukturën rrugore të zonës. Edhe pse pranvera ka nisur prej 2 javësh, rreshtet e dendura dhe temperaturat e ulta kanë rikthyer një panoramë tipike dimrore në këtë segment rrugor malor. Aktualisht, autoritetet kanë angazhuar mjete borpastruese për pastrimin dhe kriposjen e rrugës në mënyrë që të shmanget rreziku i akullit dhe bllokimeve. Pavarësisht këtyre masave, drejtuesit e automjeteve këshillojnë të përdorin zinxhir dhe goma dimrore për të shmangur aksidentet apo vështirësitë në lëvizje. Për shkak të intensitetit të rreshjeve, disa segmente të rrugës janë bërë veçanërisht të rrezikshme, duke kërkuar kujdes të shtuar nga shoferët. Autoritetet përkatëse kanë apeluar për shmangjen e udhëtimeve të panevojshme dhe informimin e qytetarëve mbi gjendjen e rrugës para nisjes. Moti i paqëndrueshëm ka sjellë surpriza të papritura, veçanërisht në zonat malore, duke bërë që situata të monitorohet nga afër për çdo zhvillim të mëtejshëm. Përndicimi i fundit ka ardhur nga PDK, ku kryetari Memli Krasniqi njoftoi se Haxhi Thaçi, babai i ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, ka ndërruar jetë. I shtruar në spital pas një përkeqësimi të gjendjes shëndetësore, ai pati mundësinë të shihej nga i biri më 13 mars, përpara se të mbyllte syt përfundimisht. Përgjatë 4 ditëve të fundit, një lajm i trisht ka mbërritur nga Kosova. Haxhi Thaçi, babai i ish-presidentit Hashim Thaçi, ka ndruar jetë në spital pas një periudhe të rëndë shëndetësore. Ai ishte i shtruar në qendrën klinike universitare të Kosovës, ku po trajtohej për një gjendje të rënduar. Vizita e djalit të tij, Hashim Thaçi, ndodhi me 13 mars, e cila zgjati rreth 3 orë dhe u zhvillua në masa të rrepta sigurie. Në një postim në rrjetet sociale, kryetari i PDK-s, Memli Krasniqi, shprehu ngushëllimet për presidentin Thaçi dhe familjen, duke cilësuar Haxhi Thaçin si një shtyllë të fortë të vlerave atletare, njeri të urtë dhe fisnik. Përveç kësaj, Haxhi Thaçi do të mbahet mend si një figurë e rëndësishme e historisë së kombit shqiptar. Hashim Thaçi, që ndodhet në paraburgim në Hag, që prej nëntorit 2020 akuzohet për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, së bashku me 3 zyrtar të tjerë të Kosovës, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi. Akuzat përfshin përndjekje, burgosje, tortura, vrasje dhe zhdukje me forcë të personave, të cilët thuhet se janë kryer gjatë periudhës 98-99 në disa zona të Kosovës dhe veri të Shqipërisë. Sipas prokurisë së posaçme, viktimat e këtyre krimeve ishin rreth 100 individ, shumica prej të cilëve shqiptar. As Hashim Thaçi, as ish zyrtarët e tjerë nuk e pranojnë akuzën. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani priti në takim përfaqësuesin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen. Ajo theksoi nevojën për trajtim të barabartë të Kosovës në dialog dhe procesin e integrimit evropian, duke kërkuar heqjen e masave të padrejta të vendosura nga BE-ja ndaj Prishtinës. Osmani theksoi se Kosova ka dëshmuar angazhimin e saj për paqe, demokraci dhe sundim të ligjit. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka zhvilluar një takim të rëndësishëm me përfaqësuesin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen. Gjatë takimit ata diskutuan mbi ecurinë e dialogut mes dy vendeve, situatën e sigurisë në rajon dhe përparimin e Kosovës në rrugën e integrimit evropian. Osmani përcolli Sorensit qëndrimin e saj se Kosova duhet të trajtohet në mënyrë të barabartë të gjithë proceset, përfshirë dialogun me Serbinë dhe hapa drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Ajo nënvisoi se Prishtina ka qenë një palë konstruktive në negociata dhe se është e angazhuar për paqe, stabilitet dhe respektimin e ligjit. Në këtë kontekst, Osmani ngriti shqetësimin për masat ndërshkuese që Bashkimi Evropian ka vendosur ndaj Kosovës, duke i konsideruar ato të padrejta dhe të dëmshme. Sipas saj, këto masa nuk penalizojnë vetëm qeverinë e Kosovës, por ndikojnë negativisht edhe të qytetarët dhe dëmtojnë balancën e nevojshme në dialogun me Serbinë. Përmes një postimi në Facebook, presidenti i Kosovës ritheksoi angazhimin e vendit për të ndjekur rrugën evropiane dhe për të forcuar demokracinë dhe sundimin e ligjit. Ajo i bëri thirrje që Bashkimi Evropian të vlerësojë objektivisht përpjekjet e Kosovës dhe të heqë masat që sipas saj po krijojnë një disbalancë të padrejtë në procesin e negociatave.
Do të vijmë me lajmet nga rajoni. Maqedonia e Veriut ka shpallur një avëzie kombëtare pas tragjedisë që shkaktoi 59 viktima dhe mbi 150 të plagosur në një klub natë në Koçan. Autoritetet po hetojnë shkaqet dhe ka ndaluar 15 persona, përfshirë djalin e pronarit të lokalit dhe një ish zyrtare të Ministrisë së Ekonomisë. Ndërkohë, pacientët po dërgohen jashtë vendit për trajtim mjekësor. Maqedonia e Veriut ka shpallur një periudhë 7 ditore zije kombëtare pas tragjedisë së rëndë në një klub natë në Koçan, ku humbën jetën 59 persona dhe mbi 150 të tjerë mbetën të plagosur. Në mbar vendin mbizotron heshtja, ndërsa ekipet mjekësore janë në garë me kohën për të shpëtuar të mbijetuarit që po trajtohen në spitale brenda dhe jashtë vendit. Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari ka bërë të ditur se shumica e pacientëve ndodhen në gjendje të qëndrueshme. Aktualisht 84 prej tyre po trajtohen në klinikat e Shkupit, ndërsa 51 të tjerë janë dërguar për mjekim më të specializuar në vende të ndryshme, përfshirë Turqinë, Bullgarinë, Greqinë, Serbinë, Hungarinë dhe Rumaninë. Po planifikohet dërgimi të plagosurve edhe në Sloveni, Kroaci, Austri dhe Beograd. Ndërkohë, hetimet për zbardhjen e ngjarjes dhe vënien para drejtësisë së përgjegjësve po vijojnë. Ministria e Brendshme dhe zyra e prokurorit publik kanë identifikuar 20 persona të dyshuar, nga të cilët 15 janë ndaluar. Mes tyre është djali i pronarit të lokalit dhe një ish zyrtare e Ministrisë së Ekonomisë e dyshuar për falsifikim dokumentash. Tragjedia u shkaktua nga përdorimi i fishek zjarreve në mjediset e klubit, që ndezën zjarrin vdekjeprurës. Ekspertët dyshojnë se mbi popullimi i lokalit, infrastruktura e papërshtatshme dhe mungesa e masave të sigurisë luajnë një rol kyç në masat katastrofike të ngjarjes. Klubi, i cili më parë kishte shërbyer si fabrikë qilimash, nuk ishte përshtatur siç duhej për të garantuar sigurinë e klientëve. Tragjedia ka tronditur opinionin publik, ndërsa autoritetet premtojnë masa të forta për të shmangur ngjarje të tilla në të ardhmen. Do të vijmë me lajmet nga bota. Komisioni Evropian po shqyrton mundësinë e ngritjes së qendrave të pritjes së emigrantëve në vende të treta, duke ndjekur modelin e marrëveshjes mes Shqipërisë dhe Italisë. Ursula von der Leyen theksoi se kjo çast do të ndihmojë në menaxhimin më efikas të emigracionit të parregullt. Po ashtu, Bashkimi Evropian po përgatit një listë vendeve të origjinës së sigurt për të përshpejtuar proceset e riadhesimit. Komisioni Evropian ka hapur diskutimet për krijimin e qendrave të pritjes për emigrantët në vendet e treta, duke e parë këtë si një zgjidhje inovative për menaxhimin e fluksit të emigracionit të parregullt. Presidentja e Këshillit të Evropës, Ursula von der Leyen, u shpreh se kjo iniciativë synon të garantojë një proces më të rregullt riadhesimi në përputhje me ligjin ndërkombëtar dhe të drejtat themelore të njerëzit. Për të përmirësuar këtë sistem, Komisioni përgatit një platformë të digitalizuar për menaxhimin e rasteve të emigrantëve dhe pritet të publikojë një listë fillestare të vendeve të origjinës së sigurt. Kjo listë do ndihmojë në përshpejtimin e procedurave të kthimit për ata që nuk kualifikohen për azil. Ndërkohë, do të vlerësohet edhe një reformim i rolit të Frontex, duke i mundësuar agjencive të organizojnë drejt për drejt kthimet e emigrantëve në bashkëpunim me vendet e treta. Von der Leyen theksoi se Bashkimi Evropian po angazhohet në konsultime me shtetet anëtare, Parlamentit Evropian, organizata ndërkombëtare dhe shoqërinë civile për të siguruar një qasje të drejtë dhe efektive ndaj emigracionit. Moska kërkon që çdo marrëveshje paqe me Ukrainën të përfshijë garanci të qarta për neutralitetin e Kievit dhe përjashtimin e tij nga NATO. Ndërkohë, SBA-ja po ndërmjetëson për një arpushim 30 ditor me Donald Trump, që pritet të bisedojë me Vladimir Putin për mënyrat e ndalimit të konfliktit 3 vjeçar. Rusia mbetet e vendosur kundër pranisë së paqëruesve të NATO-s në Ukrainë. Rusia ka deklaruar se do të kërkojë garanci të qarta dhe të patundshme në çdo marrëveshje paqe me Ukrainën, duke theksuar se kushti kryesor mbetet përjashtimi i përhershëm i Kievit nga anëtarësimi në NATO. Zëvendës ministri i jashtëm rus, Aleksandr Grushko, u shpreh se Ukraina duhet të mbetet neutrale dhe se vendet e aleancës perëndimore duhet të zotohen për të mos e përfshirë atë në strukturat e tyre. Ndërkohë, ish-presidenti amerikan Donald Trump po përpiqet të ndërmjetësojë një arpushim 30 ditor, një propozim i pranuar nga Ukraina, por që presidenti rus Vladimir Putin e ka kushtozuar me disa kërkesa specifike. Trump pritet të zhvillojë një bisedë me Putinin gjatë javës për të diskutuar mundësitë e ndalimit të luftës që ka hyrë në vitin e 3 të saj. Në një intervistë për mediat ruse, Izvestia, Grushko theksoi se çdo traktat paqe afatgjatë duhet të reflektojë interesat e Moskës dhe se garancitë e sigurisë për Rusinë janë thelbësore. Ai përsëriti gjithashtu kundërshtimin e Kremlinit për vendosjen e trupave të NATO-s në Ukrainë, qoftë edhe si paqërues apo vëzhgues. Sipas tij, çdo prani e forcave të huaja në territorin e Ukrainas do të konsiderohej një veprim armiqësor me pasoja të rënda. Megjithatë, Moska ka lënë të hapur mundësinë për vendosjen e vëzhguesve të paarmatosur në Ukrainë, por vetëm pas arritjes së një marrëveshje të plotë për paqe. Për momentin, negociatat mbeten të ndërlikuara, ndërsa tensionet mes Perëndimit dhe Rusisë vazhdojnë të rriten.
Të paktën 34 persona kanë humbur jetën në SBA si pasojë e stuhive dhe tornadove të fuqishme, me Missouri ndër zonat më të prekura. Në Kansas, një stuhi pluhuri shkaktoi një aksident zinxhir duke marrë jetën e 8 personave. Mbi 250.000 banesa mbetën pa energji, ndërsa autoritetet paralajmërojnë për keqësim të motit në disa shtete juglindore. SBA-ja është goditur nga një seri stuhish të fuqishme dhe tornado shkatërruese, duke shkaktuar të paktën 34 viktima, mes tyre 12 në Missouri. Përveç dëmeve të mëdha materiale, stuhia ka sjellë edhe katastrofa rrugore, siç të rasti në Kansas, ku një aksident zinxhir në mbi 55 automjete i shkaktuar nga një stuhi pluhuri mori jetën e 8 personave. Më shumë se 250 banesa dhe biznese në shtete si Michigan, Missouri dhe Illinois janë pa energji elektrike, ndërsa në Oklahoma janë regjistruar mbi 100 vatra zjarri, duke shkaktuar mbi 300 shtëpi dhe detyruar banorët të evakuohen. Sipas shërbimit kombëtar të motit, situata pritet të përkeqësohet në orët në vijim, veçanërisht në Louisiana lindore, Georgjin perëndimore, Tennessee qendror dhe Florida perëndimore, Panhandle, me era që mund të arrijnë deri në 160 km/orë. Autoritetet lokale dhe ekipet e emergjencës po punojnë pa ndërprerje për të ndihmuar të mbijetuarit, ndërsa ekspertët paralajmërojnë për rreziqe të mëtejshme nga kushtet ekstreme të motit. Rebelët Houthi raportojnë për sulme të reja ajrore amerikane në Al Youf dhe Hudaya, duke rritur balencin e viktimave në 53, mes tyre 5 fëmijë. SBA deklaron se ka goditur objektive kyçe të grupit, ndërsa Houthit kërcënojnë me sulme ndaj anijeve amerikane në detin e Kuq. Rebelët Houthi të Yemenit kanë njoftuar për sulme të reja nga forcat amerikane, të cilat kanë shkaktuar 53 viktima, përfshirë 5 fëmijë dhe 2 gra, si dhe 98 të plagosur. Sulmet ajrore goditën objektiva në Al Youf dhe Hudaida herë të hënën, në vazhdon e një fushate të fuqishme amerikane për të ndaluar sulmet e rebelëve mbi anije në detin e Kuq. Komanda qendrore e SBA-s konfirmoi vijimin e operacioneve kundër Houthive, duke pretenduar se disa figura kyçe të grupit janë vrarë, megjithëse rebelët nuk e kanë konfirmuar këtë. Lideri i Houthive, Abdul Malik al-Houth, u zotua se militantët e tij do të vazhdojnë të shënjestrojnë anijet amerikane përsa kohë që SBA-ja vazhdon sulmet në Yemen. Houthit të mbështetur nga Irani dhe që kontrollojnë veri perëndimin e Yemenit, pretendojnë se veprojnë në mbështetje të palestinezëve në konfliktin Izrael-Hamas dhe synojnë anije të lidhura me Izraelin, SBA-n dhe Britaninë e Madhe. Duke njoftuar sulmet e fundit, presidenti Trump paralajmëroi një përgjigje të ashpër, duke deklaruar se ferri do të bjerë si shi mbi ju, si asnjëherë më parë. Tani uftë të ndiqni parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 18 mars 2025 parashikohet të përshkohet me kushte atmosferike të paqëndrueshme. Sipas parashikimeve pritet një ditë me vranësira dhe rreshje shiu. Temperatura minimale do të jetë -5 gradë Celsius dhe temperatura maksimale pritet të jetë 12 gradë Celsius. Era do të frymë me drejtim nga jugperëndimi me një shpejtësi maksimale e cila do të arrijë deri në 15 metra për sekond, çka do të bëjë të krijojë ndërgëzime 2 deri në 4 ball. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 3 deri në 10 gradë Celsius, Kukës -2 deri në 2 gradë, Peshkopi -5 deri në 2 gradë Celsius, Tiranë 0 deri në 11 gradë, Durrës 2 deri në 11 gradë Celsius, Kavaj 2 deri në 12 gradë, Elbasan 1 deri në 11 gradë Celsius, Berat 1 deri në 11 gradë, Korç -5 deri në 2 gradë Celsius, Vlorë 4 deri në 11 gradë, Gjirokastër -2 deri në 2 gradë Celsius, Sarandë 4 deri në 12 gradë. Territori i Kosovës për datën 18 mars 2025 parashikohet të përshkohet në një mod i paqëndrueshëm, e gjithë ditët do të jetë mbushur me vranësira në të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë -4 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale parashikohet të jetë 16 gradë Celsius.
Era do të fryt kryesisht nga javëlindja me një shpejtësi maksimale e cila do të arrijë deri në 14 metra për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale të parashikuara për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovic -3 deri në 4 gradë Celsius, Podujev -3 deri në 2 gradë, Skënderaj -3 deri në 3 gradë Celsius, Pej -4 deri në 3 gradë, Prishtinë -3 deri në 2 gradë Celsius, Gjakov -2 deri në 5 gradë, Malishev -2 deri në 3 gradë Celsius, Gjilan -4 deri në 4 gradë, Ferizaj -2 deri në 4 gradë Celsius, Kaçanik -3 deri në 3 gradë, Suharek -2 deri në 6 gradë, Prizren 6 deri në 16 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Bashkë do të rishihemi sërish nesër. Deri atëherë, miru takofshim.